do t'ju them dhe bravo të madhe për rezistencën që keni bërë tash me 80% protestë. Bravo dhe një herë. Bazuar mbi protestën sote, do të shpej mendimin tim kundër kësaj qeverie kriminale, komuniste, diktatoriale që u vitet nga kryekriminali Edi Rama. Jo kryeministri, por kryekriminali. Unë i bëj thirrje çdo njeriu që ndjen veten shqiptar t'i bashkohet kësaj proteste. Veçanërisht u bëj thirrje të gjithë emigrantëve shqiptar kudo që ndodhen ta ngrenë zërin dhe të flasin. Pasi ne emigrantët jemi fuqia e popullit dhe e shtetit. Populli dhe shteti mbahet nga emigracioni. Edhe shqiptarët që ndodhen me mijëra kilometra larg Shqipërisë duhet të mos heqen dhe të shprehin mendimin e tyre për atë që po ndodh në vendin tonë. Edi Rama dhe Sali Berisha janë bashkë dhe nuk kanë bërë asgjë të mirë për popullin dhe shtetin shqiptar. Ata të dy vetëm e kanë vjedhur dhe shkatëruar Shqipërinë dhe popullin. Pas kaq ditësh protest, unë mendoj që ka ardhur koha të japim Edi Ramës një afat kreditor me këto kërkesa. Edi Rama ose duhet të dalë para popullit dhe të përgjigjet kërkesave të popullit, ose të jap dorëheqje. Dorëheqje! Nëse ai nuk reagon brenda 3 ditëve, atëherë ne populli duhet të vazhdojmë protestën dhe të kërkojmë që zëri i popullit të dëgjohet. Populli dëgjoi regjimin e diktatorit Enver Hoxha. Dhe jo më që në ato kohë ishin kufit e mbyllur dhe nuk ishte as televizor për të parë se çfarë bëhej, as telefona për të thirrur për ndihmë. Edi Rama, mos e mbaj veten si më të zgjuar dhe më të fortë, gjithmonë ka një më të zgjuar dhe më të fortë. Në këtë rast është populli më i fortë se ty. Sepse i ka ardhur në majë të hundës populli me budalliqet dhe gënjeshtë të tuaj që s'po mbarojnë kur. Turp! Ne si popull që kemi dalë në protestë duhet të tregojmë patriotësinë që po na bëhet. Realiteti nuk tregohet me protesta pasore, por me revolucion. Revolucion! 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 Nëse ne do të protestojmë me thirrjen Rama jep dorëheqje, ai thjesht te gjumë të zgjohet me më shumë ide djallëzore, si thanë në një intervistë. Nëse shqiptarët nuk shesin trojën shqiptare për të pasuruar Shqipërinë, me çfarë do ta pasurojnë Shqipërinë ata? Ku aty përmendin që leshën Çiftelinën dhe Shqiponjën. Turp për ty Edi Rama! Turp! Turp për ty Edi Rama që fyen simbolet e kombit shqiptar. Qeleshja, Çiftelia dhe Shqiponja janë pjesë e identitetit dhe kulturës tonë shqiptare dhe meritojnë respekt. Duke i shpërtëzuar këto pasuri natyrore me punë, me thjesht dhe me identitet pasurohet Shqipëria dhe përmirësohet jeta e popullit shqiptar. Dhe po të jap një shembull Edi Rama. Shiko Norvegjinë. Norvegjia ka pasuri të mëdha natyrore, veçanërisht naftën dhe gazin. Si edhe një sektor të fuqishëm peshkimi. Këto burime kanë ndihmuar në ndërtimin e një shteti të fortë me mirëqenie të lartë për qytetarët. Pse të mos bëjmë edhe ne të njëjtën gjë me pasurinë e Shqipërisë? Pse pasurinë tona të mos shfrytëzohen me punë, me përgjegjësi dhe me identitet, në mënyrë që të pasurohet Shqipëria dhe populli shqiptar? Por jo Edi Rama. Ti ke zgjedhur të vjedhësh, të mos punosh për të pasuruar popullin, por për të pasuruar vetëm ty. E po mjaft është mjaft. O popull, ngrini zërin dhe reagoni, se me këto lloj protestash nuk ju merr Europa seriozisht. Dhe me keqardhje po ju them që të ndërrohemi dhe sërish do të mbetemi të humbur. Mos keni frikë, më mirë ngrini zërin ndaj patriotëve dhe jetoni një ditë të lumtur, sesa ulni kokën dhe jetoni me brezën në sundimin e çdo të sëmuri mendore që vjen në pushtet. Unë mendimin tim e dash, të jam i gatshëm të bëj çdo sakrificë të nevojshme për një të ardhmen më të mirë për brezën e ardhshëm. Unë nuk kam frikë të ngrej zërin dhe të qëndroj përballë çdo patriotësie. Nëse i bashkoheni mendimin tim, atëherë le të mbyllim të gjithë bashkë si një trup dhe të japim trajtimin e duhur çdo patriotësie që i bën Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Të bashkuar Rama Burg, Berisha Burg. Të bashkuar jemi më të fortë dhe të bashkuar ecim përpara.
Tani do t'ju falenderoj për kohën që morët dhe dëgjuat fjalimin tim. Ju ruaj Zoti ju dhe familjen tuaj kudo që keni. Faleminderit.